Shodrani i minjori basketbollit Shodran, por që drejton beslidhjen për të dytën herë mund vazhdin. I kënaqur që mundet vazhdin në shtëpinë e saj. Unë jam i kënaqur për rezultatin që arritëm. Ky është edhe objektivi i ekipit tonë gjatë gjithë vitit, domethënë. Jam shumë i lumtur që arrit me mbyll këtë neshë me sukses një fushë vështirë siç është fusha e Vllaznisë. Dhe realisht i përgëzoj klubin Vllaznia për organizimin, për atmosferën që u kriju sot, tifozërinë shkodane të cilët i dhanë nxjerr atmosferës neshjes. Por jam i lumtur me performancën që banë çunat. Mendoj që deri diku arritëm të zbatojmë planin e lojës dhe siç u pa, domethënë arritëm ta mbyllim këtë ndeshje me sukses me një diferencë prej 18 pikësh, e cila na bën domethënë akoma më të sigurt për hapjen e radhës. Në kampin Shodran kishte shumë reagime gjatë lojës, por edhe në prononcimin për median kolegu juaj Llazani ndizoi që është në arbitrim. Shiko, unë nuk du më marrë me deklaratat as Llazanit, as kërkuj tjetër. Unë mendoj që ekipi jem luajti shumë mirë, arritëm të administrojmë lojën për 40 minuta dhe nuk i dham asnjë hapësirë, domethënë, ekipit të Vllaznisë. Pastaj këto drejtimet e gishtave diku tjetër për mua personalisht nuk më infektojnë fare. Unë shoh ekipin tim, mendoj që nga fillimi deri në fund, besoj që merituam jo vetëm këtë fitore, por kemi merituar çdo ndeshje që kemi fituar, fal punës dhe investimit që është bërë ky ekip. Keni fituar me një diferencë më të vogël në kryeqytet, por që sonte ishin me thellë. Çfarë ndryshoi? Sot me sa pash ekipi i Vllaznisë nuk i luanin dy lojtar në 2-3 në pozicionin qendrës, pra aty ku ne edhe arritëm të dominojmë lojën, pra Parker dhe Wilkins. Duke parë mos prezencën e tyre në lojë, ndryshime diçka në planin e lojës për të sulmuar qendrën dhe arritëm. Dhe kjo na bën që të kemi edhe këtë avantazh sot në fushë të vështirë siç është Vllaznia, domethënë. Përse luajtën në Shkodër, gjithë kjo tifozëri ju krijoi emocion? E përshëndeta tifozërinë në pyetjen e parë, jam shumë i lumtur domethënë që luajmë me këtë atmosferë, do të isha shumë që të tilla atmosferë të kishte edhe në Tiranë. Dhe në neshjen e parë tifozët e Shkodran kanë qenë prezent dhe realisht i kanë dhënë një bukuri neshjes, sepse në fund ditës sporti luhet për sportdashësit dhe Shkodra i ka sportdashësit më të mirë. 2-0 për beslidhjen, mbyllet në ndeshjen e tretë apo mund të ketë ndonjë surprizë Vllaznia për ta shtyrë fesën tuaj? Ne do vazhdojmë, punojmë bindshëm në çdo servite domethënë, në mënyrë që ta mbyllim me 3 ndeshje për t'i dhënë vetes ndoshta duke ditë që në ndeshjen tjetër do shkojmë me 4 minimumi, për t'i dhënë vetes pak pushim, por edhe për të administruar forcat e ekipit në mënyrë që të jemi sa më të freskët për finale. Por sigurisht ne do ta vlerësojmë maksimalisht edhe ndeshjen e tretë, duke ditë që Vllaznia mendojmë prapë është tek pretendent, domethënë është ekip i mirë, ka në roster në vet lojtar të mirë dhe mendoj që në ndeshjen e tretë do bëjmë maksimum për ta mbyllur atje. Besida për titull? Sigurisht besida për titull, e kam thënë që në fillim, jemi ekip i formuar për titull, kemi treguar që jemi më të mirët në kampionatin shqiptar dhe sigurisht pretendimet tona janë për titull dhe për ta mbyllur me triplet. Sukses. Faleminderit edhe juve.